Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie, sot do të gjeni një balans mes dëshirës për pavarësi dhe nevojës për ndjeshmëri ndaj partnerit tuaj. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja dhe të papritura. Në vendin e punës, një projekt i ri kërkon përqendrim dhe disiplinë. Mos lejoni që dyshimet t'ju ndalojnë të merrni vendime të guximshme. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet fizike që mund të lodhin trupin tuaj. Financat do të përmirësohen ngadalë, por është mirë të shmangni blerjet impulsive. Miqt mund t'ju ofrojnë mbështetje të vlefshme, ndaj mos nguroni të kërkoni këshilla. Dita është e mirë për të reflektuar mbi prioritetet tuaja dhe për të bërë plane të reja për të ardhmen. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në dashuri, komunikimi do të jetë thelbësor për të shmangur keqkuptimet me partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që i frymëzon intelektualisht. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të kënaqshme, por mos i nënvlerësoni detajet. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit dhe lodhjes mendore, merrni kohë për relaksim. Financat janë të qëndrueshme, por është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të kursyer më shumë. Mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një borxh të vjetër. Dita është ideale për të ndarë idetë tuaja me persona të besuar dhe për të ndërtuar marrëdhënie të reja. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Çiftet do të përjetojnë një atmosferë të ngrohtë, plot mirëkuptim dhe mbështetje reciproke. Beqarët do të kenë mundësi për të takuar dikë që i bën të ndihen të veçantë, prandaj hapni zemrën. Në vendin e punës, një ide e re do të tërheqë vëmendjen e eprorëve, ndaj mos hezitoni të shprehni kreativitetin tuaj. Shëndeti është stabil, por është e rëndësishme të ushqiheni mirë dhe të pushoni mjaftueshëm. Financat janë në rritje, veçanërisht fal një investimi të mëparshëm që po jep fryte. Sot mund të merrni një ofertë që do të ndryshojë situatën tuaj ekonomike. Dita është e përshtatshme për të bërë plane afatgjata dhe për të forcuar marrëdhëniet me familjen. Gaforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Sot do të ndjeni nevojën për të pasur më shumë qartësi në marrëdhënien tuaj sentimentale. Një bisedë e sinqertë do të sjellë harmoni. Beqarët do të tërhiqen nga dikush që ka vlera të ngjashme me të tyret. Në punë do të përballeni me një sfidë që kërkon vendosmëri dhe maturi, mos u nxitoni në vendime. Shëndeti është i mirë, por është momenti i duhur për të filluar një aktivitet të ri sportiv ose një rutinë të shëndetshme. Financat janë të stabilizuara, por shmangni riskun e investimeve të pasigurta. Mund të merrni një këshill të vlefshme nga një mik për një çështje ekonomike. Dita është e favorshme për të pasur sukses në çështjet personale dhe profesionale. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri, pasioni dhe entuziazmi do të jenë të pranishëm, duke ju afruar më shumë me partnerin tuaj. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka më serioze. Në punë, energjia juaj do të jetë në kulm dhe do të përfundoni me sukses detyrat e lëna pezull. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur ushqimet e pashëndetshme dhe kushtoni rëndësi pushimin. Financat do të përmirësohen fal një fitimi të papritur ose një rritje e page. Mund të merrni një lajm të mirë që do t'ju motivojë të vazhdoni përpara me më shumë besim. Dita është ideale për të ndërmarrë nisma të reja dhe për të ndjekur pasionet tuaja. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhënie, ndjenjat e thella do të vijen në provë. Bëni kujdes me fjalët që përdorni për të shmangur tensionet. Beqarët mund të ndihen të pavendosur për një person të ri që ka hyrë në jetën e tyre. Në punë, organizimi dhe planifikimi do të jenë çelësi për të arritur suksesin, mos lejoni që të tjerët ju shpërqendrojnë. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje ndaj ushqimit dhe aktivitetit fizik. Financat janë të qëndrueshme, por është koha për të bërë një plan kursimi afatgjallë. Një mik mund t'ju ndihmojë me një këshill të vlefshme financiare. Sot është dita për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të marrë vendime të rëndësishme.
Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot do të ndiheni të mbështetur nga partneri juaj, duke forcuar besimin në marrëdhënien tuaj. Beqarët do të kenë mundësi për të njohur dikë përmes rrjeteve shoqërore ose kontakteve të përbashkëta. Në punë do të arrini një marrëveshje të rëndësishme që do të ndikojë pozitivisht në karrierën tuaj. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe mos e neglizhoni pushimin. Financat do të stabilizohen, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mund të merrni një propozim bashkëpunimi që kërkon vlerësim të kujdesshëm. Dita është e përshtatshme për të ndarë idetë tuaja dhe për t'u afruar më shumë me të afërmit. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në dashuri, një surprizë e këndshme do të sjellë gëzim dhe emocion në lidhjen tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një flirt të lehtë që do t'u ngrejë humorin. Në fushën profesionale, një koleg do të tregojë vlerësimin për punën tuaj, duke ju motivuar të jepni më të mirën. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me aktivitetet që kërkojnë shumë energji. Financat janë në një fazë të mirë, por është e nevojshme të bëni plane për të ardhmen. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime të papritura. Sot është dita për të shijuar momentet e bukura dhe për të qenë mirënjohës për atë që keni. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Çiftet do të ballafaqohen me një keqkuptim të vogël, por dialogu i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e tij. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga dikush që ofron stabilitet dhe siguri. Në punë, një ndryshim i vogël strategjie do të sjellë rezultate të mira, mos keni frikë të merrni iniciativa. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kushtoni vëmendje durimit dhe relaksimit mendor. Financat do të kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, mund të lindin shpenzime të papritura. Një mik mund t'ju kërkojë ndihmë financiare, ndaj mendoni mirë para se të veproni. Dita është e mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të vendosur objektiva të reja. Bricjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në dashuri, marrëdhënia juaj do të karakterizohet nga qetësia dhe harmonia, është koha për të forcuar lidhjet emocionale. Beqarët do të kenë mundësi të njihen me dikë që ndan të njëjtat vlera dhe interesa. Në punë, do të merrni një përgjegjësi të re që do t'ju ndihmojë të përparoni profesionalisht. Shëndeti është në nivel të mirë, por mos harroni të pushoni mjaftueshëm. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Mund të merrni një këshill të vlefshme nga një i afërm që do t'ju ndihmojë në menaxhimin e parave. Dita është ideale për të ndërtuar plane të qarta dhe për të forcuar marrëdhëniet me familjen. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Sot do të ndjeni nevojën për më shumë vëmendje dhe për kujdesje nga partneri juaj, shprehni hapur ndjenjat tuaja. Beqarët do të tërhiqen nga persona me energji pozitive dhe do të kenë mundësi për të filluar një njohje të re. Në punë do të përballeni me një sfidë që kërkon kreativitet dhe fleksibilitet, mos nguroni të kërkoni ndihmë. Kujdesuni për shëndetin mendor duke përfshirë aktivitete relaksuese në rutinën tuaj. Financat janë të stabilizuara, por një shpenzim i papritur mund të kërkojë rishikim të buxhetit. Një mik do t'ju ofrojë një mundësi të mirë bashkëpunimi. Sot është dita për të marrë vendime të guximshme dhe për të ndjekur ëndrat tuaja. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie, ndjeshmëria dhe mirëkuptimi do të jenë çelësi për të shmangur tensionet me partnerin. Beqarët do të kenë mundësi për të njohur dikë të veçantë përmes aktiviteteve sociale. Në punë do të ndiheni të frymëzuar dhe do të arrini të çoni përpara një projekt të rëndësishëm. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të bëni kontrolle të rregullta. Financat janë në përmirësim, veçanërisht nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një pagesë të vonuar ose bonus pune.
Dita është e mirë për të bërë plane të reja dhe për të forcuar marrëdhëniet me rrethin tuaj shoqëror. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.